Një incident i paimagjinueshëm në pistë, atletja godet kundërshtaren me shkop në kokë. Një incident i pabesueshëm ka ndodhur në një garë stafet 4x200 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një atlete adoleshente sulmoi kundërshtaren e saj duke e goditur me shkop në kokë, sepse ajo e kishte kaluar në kthesën e mëparshme. Ngjarja ndodhi gjatë një gare në ligën e shkollës së lartë të Virginias dhe ka shkaktuar bujë. Atletja që u sulmua, Kailen Tucker, nga shkolla e mesme Brookville, pësoi një tronditje dhe një frakturë të mundshme të kafkës përpos tronditjes së sulmit të beft. Ende nuk mund ta besoj, jam në shok. Unë jam ende duke e përpunuar atë. Nuk mund ta besoj se çfarë ndodhi, tha ajo në një intervistë të transmetuar. Autorja, një atlete në shkollën e mesme IC Norcombe, nuk kërkoi falje për aktin e saj të dhunshëm dhe u skualifikua menjëherë nga gara. Video e sulmit po bën xhiron e botës duke ngjallur reagime për stereotipin dhe provokimin e ngjarjes. Nëna e vajzës që u godit shpreu zemërimin e saj, jo falje as nga trajnerët, as nga sportistët, asgjë. Edhe sikur të ishte një aksident që nuk besoj se ishte, nuk ishte asnjë reagim. Sipas televizionit amerikan ABC, prindrit e atletes sulmuese dhe shkolla e saj më në fund kontaktuan familjen e vajzës për të kërkuar falje pas protestave që pasuan. Mirëpo mungesa e reagimit menjëhershëm nga aktoria dhe stafi i saj trajnerëve ka lënë një shije të hidhur.